Shpresojmë që ky vit do të jetë sa më produktiv për artistët tanë dhe gjithashtu do të na sjellin këngë dhe videoklipe edhe më të bukura se ato që i kanë lënë pas. Mbetemi ende tek muzika, por ndrojmë zhanrin e muzikës. Bëhet fjalë për reperin 2 ton, i cili kohë më parë na premtoi se do të na sjellë një bashkëpunim me Genta Ismailin, por ende nuk e pa. Në vazhdim ajo shpalos edhe disa detaje nga fillimet e tij të para, atëherë kur u bë një orë për audiencën. Gjithashtu disa videoklipe dhe këngë në të cilat është duke i përpunuar. Por më shumë ndjekim bashkë materialin e përgatitur nga kolegu ynë Artan Telako. Dy ton është emri i cili ka ngjitur në mënyrë graduale shkallët e suksesit. Shumë këngë të shoqëruara me videoklipe bartin emrin e tij. Për të, muzika nuk ka stin, me që projekte lançon në çdo sezon. Vitin që e lan pas e cilëson si periudhë me më së shumti të arritura në anën profesionale. Viti 2014 ka një vit me shumë punë, normal me shumë angazhim edhe ka një arritje në qëllimit tem që nuk pritë so vjet. Normal ka pas shumë koncerta, ka pas shumë klipe, shumë bashkëpunime që kanë dhezë, me thonë që kanë edhe hite, sa ku mujtë me vrejt edhe pe klikimeve dhe pe njerëzve cilë të më kanë tregu, ose e kumë një kongët, ose në koncerta kër e kumë knu që ato e kumë vrejt, sa kanë dhezë kongët. Një vetë shumë i sukses shumë për mu. E ndërsa biti që sapo kemi hyrë, reperi pret ta pushtoj me disa projekte të tjera. Madje një ndër to do merr jetë shumë shpejt. Me 7 shkurt del konga, gjërimet e spotit halo nuk kanë nisë edhe produksione nuk e di saktë, në kam në mend cili kom u kom, po tash do të më këshirë edhe kushtet cilat me ofron, që mundet me bodi qka që unë kërkoj, tash nuk e di, ta këshirum që shpojecë. Aje gati në bashkëpunim me Genta Ismailin është takua në shumë media, por akoma nuk ka pasur dritën jeshile për publikim, me sa duket kësaj pritje i erdhi fundi. Po me Gentën unë jam vetëm musafir në to edhe tash në Kong, musafir jam. Dhe tash, kam thonë që është në fund shkurtit, dhe pëse është ty, kom plan me dollë para vitit 2015, tash është ty për arsye tasojnë, për arsye pak edhe të mija, normale e ka pos kongë të veta, unë e kongë temën, që kjo konë arsyeja, po tash u kryq çdo sen edhe jena të punu në drejtim, dhe më thonë është të punu në skenografi e gjithë shka. Por këto 2 këngë janë vetëm nisje e vitit për reperin, pasi që 2015 sipas tij do jetë shumë produktive. Si vizët ti si artist, do i shtohet edhe albumi. Para se me dol vera, me nëjë balansu edhe albumin, e kom qek edhe disa herë tjera, po nuk i ka ardhë rani që me qitë. Po kismet para verës del edhe albumi, se kongë t'i kom të kryne komplet. Jënë kongë që kanë me dollë, jënë kongë për qeshur, për korrekt, për çdo muj, për çdo sezon, kanë kongë të caktuna. Në këtë album, Artonin do e shohim edhe në stile të reja, përveç zhanrit të tij. Kanë më konë 2 kongë, cilat unë nuk kom punua si stilin e herë, nuk kom knua ashtu. Kom e pas edhe kongë për bashkëpunturve të ndryshëm. Kom kongë që e ka punu Bini, kom kongë që kom e punu Massive Production, Zap and Chris, dhe më thonë, nuk janë kongë që veç unë i kom punu. Që kjo është nështë dalimi që diçka në album 3 kom e pas. Jënë kongë edhe stila që nuk i kom knu në herë, që kjo është edhe e rej, që edhe nuk janë një në herë të publiku shqiptar. Duetet nuk do të mungojnë as në stilin e nxehtë. Zinxhiri i projekteve si Emocion në duet me Ermal Feyzullaun dhe Loçka jem me vllajën e tij do pasohet me një tjetër artist. Po normal në verë ku më konë edhe një kongë qasi loje, po tash nuk përceki me konë qyshe tek. Qashtu sikur Loçka jem ose Emocion konga me Ermalin, ku më konë asë stili pak. Shumë klipe të publikuara, por ajo që e identifikon artistin është një këngë vetëm në versionin audio. Kam një kongë
që është para 2 vjetë është konga Missing Me që refreni është i oazum për një kongës franceze. E kum cek edhe në YouTube atë description, po ka hec mirë, ka dosh zotë mirë ka hec. Ato kur ta knojën atë kongë, është si himni jemi, edhe pse knoj kongën e fundit, mi po e din kongën, e din ketë për menë që knojnë bashkë me mu. Po edhe kongë të reja e knojnë. I gjithë intensiteti në punë shpërblehet me shumë koncerte, e i tillë do jetë edhe 2015 për të, pasi që për 3 muajt e ardhshëm ka kontraktuar shumë evente.